Ne po themi, merreni kryetarin e kuvendit, po thojnë jo. Propozon e presidenti, na ja u mushim në nënshkrimet që ju vynë edhe në fund ja u votojnë, po thojnë jo. Po ju zvon mi pas 3 pozitat, a në ndërkohë na i kena 3 pozitat. Pazargji nuk e Bedri Homza. Nuk është në bajgare me ta, është njeri që ka zhvillu Kosovën, i ka rrit buxhetin, i ka rrit pagat në kohën më të keqe të mundshme të ekonomisë, se ti sot pagat mundesh me rrit lehtë, se s'ke investu kur gjë. Edhe thot shkon tollë, thot ja dërgova thot një mesazh në WhatsApp Bedrijës pa e s'deshti. Po. Se nuk deshti, me pas desh kisha desht. Ku ke kur e thirrë Bedria? Kur e tha, hajde bojna një janar marrëveshje. Edhe i kryna krejt me njëherë. Nuk deshti, e pritja fotin me hongër, me qëllim, se ta kom të regu këto. Si ka shty, ka thonë, të më thonë se zgjedhjet e kena ngusht. Se gjykata kushtetuese tash jo prova aneksimi për 30 ditë asajna që është i këtij amandamentit presidentit, tash pe 30 mojit i bjen me 30 qershor. 30 qershor 45 ditë i bjen 15 gushti, sakt që ta kom thonë 19 gushti. Që ta kom thonë ka me dalë 7 ose në 19 gushti data gushtet që kanë qenë. Ti kam thonë sakta. Zgjedhja Kosova po shkon veç se puton zoti Kurthi. Veç për pikë qefit të Albin Kurthit.